Të dashur shqiptar, kam dalë këtu në balkon, është -10 gradë, shumë ftohtë, por është një ditë shumë e ngrohtë për mua. Në fakt është dita e parajsës. Është diell për herë të parë në këtë vend të ftohtë, në zemër të Europës. Jo larg prej këtej ka filluar lufta e tretë botërore. Prandaj, kjo është arsye që edhe unë vendosa t'ju them shqiptarëve të vërtetën për ilirët. Dhe gjuha ilire është shumë e ngjashme me gjuhën shqipe. Në fakt, grekët janë përpjekur që ta largojnë vëmendjen nga gjuha ilire. Çfarë është gjuha ilire? Janë fjalë të gjetura në fjalorin e Aleksandrisë. Aty gjenden dhe fjalor të maqedonishtes edhe fjalor të ilirishtes. Dhe një nga këto fjalë atje është aranis, i thon drerit. Është shpjeguar në greqisht elafos. Pra grekët nuk e kuptonin këtë fjalë. Çfarë ka ndodhur? Kjo fjalë është gjetur nga vetë grekët në mbishkrime në ishullin Lesbos. Këtë mbishkrim e kam parë dhe unë dhe quhet Artemidi Drenaja. Ka kuptimin në rastën dhanore, ky monument i kushtohet Artemisës Drenaja. Tani është shumë e rëndësishme se në greqisht eja e gjatë është bërë i. Pra grekët nuk e kanë këtë fjalë. Në greqishtën e sotme, kjo do të ishte Artemidi Drineja. Pra eja është bërë i në greqisht. Eja e gjatë ka mbetur në shqip dhe në ilirisht, dreni. Në fjalorin e Hezikës të Aleksandrisë. Pra është një gabim shtypi. Shkronja D dhe shkronja A është në formë trekëndshki. Shkruhen një lloj. Ky gabim shtypi është bërë ose me qëllim, ashtu mendoj unë, ose pa dashje. Por është gabim shtypi, në këtë e vërteton inteligjenca kompjuterike. Pra inteligjenca kompjuterike gjeti Athina Drenaja. Përse është Athina Drenaja? Ç'ë kuptim ka kjo? Edhe Athina Drenaja, edhe Artemisi Drenaja e kishin të titull për shkak se mbanin një robe të bukur të thurur, që në greqisht këto ornamente quhen throna në numrin shumës. Pra në gjuhën greke D-ja aspirohet dhe bëhet e pazeshme. Pra në ilirisht është dranis, dhe kjo gjendet edhe në gjuhët kelte, drani ka kuptimin ornament, robash. Gjendet në gjuhën greke throna, ornament, robash, zbukurim. Dhe gjendet tek ishulli Lesbos, Artemisi Drenaja, ose Artemisi me robat e drerit, sepse ajo ishte veshur me lëkurë kafshësh dhe me lëkurën e drerit. Në shumë nga filmat e mi unë kam thënë që ju nuk do gjeni kur eshtra të ilirëve, ju nuk do gjeni varret të ilirëve, dhe unë kam gjetur varrin e vajzës Teutaja Bregu. Do ta shikoni atë film. Unë kam gjetur që fjala miza në shqip është identike me fjalën myza në gjuhën e Cakonjas. Mia në greqisht. Gjetjet e mia janë të jashtëzakonshme, të papërsëritshme. Pra, grekët janë përpjekur që ta heqin këtë fjalë nga fjalorët e tyre, fjalën dranis. Kjo është e dialektit dorik. Pra dranis është dreri në gjuhën dorike, por është emër femëror që u vihet emrave mashkullor. Kjo ka ndodhur në gjuhën mesape. Një emër, pavarësisht nga mbaresa e tij, në gjuhën mesape mund të përdorej edhe në gjinin mashkullore edhe në gjinin femërore. Shikoni filmat e mi për mesapishten. Pra, gjuha mesape bënte këtë gjë. Përdorte një emër në gjinin mashkullore si femërore, thjesht duke ndryshuar për emrin dëftor. Këtë gjë bën edhe Homeri. Përdor emra dëftor dhe format e trajtës së shquar nuk i përdor, një lloj si gjuha mesape, dhe ky quhet dialekti epik.
Pra Dranis është emër femëror, është Drenusha, fjalë për fjalë. Në fakt fjala Drenusha mban përpashtesën Helene Ousa që përdoret për emrat femëror. Për shembull, kryeqyteti i Pellazgëve ishte Skotousa, nga fjala Skotos, errësirë, zbulimi im. Pra Drenusha është formuar një lloj si Skotousa. Mbares Helena Ilire. Drenis është emër femëror i përdorur për emrat mashkullor. Poshtë filmi do ta vëmë bishkrimin që gjeta në ishullin Lesbos, që ta shikoni. Është kaq e bukur, kaq madhështore, kaq hyjnore kjo që kam gjetur. Tani këto zbulime duhet i kishte bërë Jokli, mirë po nuk ishte zbuluar akoma kjo pllak atëherë. Mbas luftës së dytë botërore, filluan kërkimet arkeologjike në Shqipëri nga minoritarët grek, të cilët donin të vërtetonin që shqiptarët nuk janë autokton, dhe ka dalë kundërta. Jo vetëm që jemi autokton, po gjuha shqipe në këtë rast del si dialekt i gjuhës atike, të dialektit të ishullit Lesbos, që është dialekti aolik. Pra, atje është Drenaja, Drenusha, me një e të gjatë, ndërsa në dialektin dorik është me a, Dranis. Këtë unë kam thënë në filmat të tjerë. Fjala Dalmatia në variantin dorik është formë dialektore e Delmatia. Delmion është kryeqyteti i Dalmatëve. Pra Delme, fjala shqipes, është e dialektit aolik dhe atik, ndërsa Dalmatia me a është dialekti dorik. Në Shqipëri janë folur të gjitha dialektet helene dhe kështu ka lindur gjuha shqipe. Ky zbulim është epokal, i papërsëritshëm, por nuk do ishte bërë kurrë sikur mos të ishin kopjuar të gjitha dokumentat e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të ishin dhënë universiteteve amerikane, por me qëllim të keq, për të vërtetuar që shqiptarët nuk janë autokton, dhe ka dalë kundërta. Jemi autokton dhe gjuha ilire është shumë e ngjashme pra me dialektin epik dhe atë mesapik, edhe atë të gjuhës së venetëve, ku zhduken format e trajtës së shquar. Madje do shikoni filma të tjerë për ilirët veneti, ato i heqin dhe mbaresat në fund të emrave mashkullor, si në Shqip. Pra duhet të shikoni të gjithë filmat e mi që të bindeni për ngjashmërinë e madhe të ilirishtes dhe të helenishtes. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.